Shenjat e heshtura që zemra po lodhet. Zemra është një nga organet më të forta të trupit, por edhe një nga më të heshturat kur ka nevojë për vëmendje. Ajo nuk flet me dhimbje të forta çdo herë. Shpesh, sinjalet janë të vogla, të paqarta dhe lehtësisht të injorueshme. Shumë njerëz mendojnë se problemet me zemrën shfaqen papritur, por në realitet, në shumicën e rasteve, zemra jep shenja shumë më herët. Thjesht ne nuk i kuptojmë ose i justifikojmë. Një nga shenjat më të zakonshme është lodhja e pazakontë. Jo lodhja pas një dite të ngarkuar, por një ndjenjë dobësie që shfaqet edhe pas pushimit. Kur zemra lodhet, ajo pompon gjakun me më shumë përpjekje. Trupi e ndjen këtë si mungesë energjie. Shumë njerëz e quajnë stres ose mungesë gjumi, por ndonjëherë është sinjal që zemra po punon më fort se duhet. Një tjetër shenjë e heshtur është frymëmarrja e rënduar. Vështirësia në frymëmarrje gjatë ecjes së lehtë, ngjitjes së shkallëve ose edhe në pushim nuk duhet gjithmonë të neglizhohet. Zemra dhe mushkërit punojnë së bashku. Kur zemra nuk funksionon optimalisht, trupi ndjen mungesë oksigjeni. Disa njerëz përjetojnë rrahje të çrregullta të zemrës. Një ndjesi sikur zemra rreh shumë shpejt, shumë fort ose humbet ritmin për disa sekonda. Këto episode shpesh kalojnë shpejt dhe për këtë arsye shpërfillen, por trupi po përpiqet të tërheqë vëmendjen. Një tjetër shenjë e heshtur që shpesh nuk lidhet me zemrën është tensioni i vazhdueshëm. Stresi kronik e mban trupin në gjendje alarmi. Kjo gjendje e detyron në zemrën të punojë pa pushim në ritëm të lartë. Me kalimin e kohës, kjo lodhje e vazhdueshme ndikon në funksionimin e saj. Shumë njerëz janë mësuar me stresin dhe e konsiderojnë normal, por zemra nuk e bën. Edhe problemet me gjumin mund të lidhen me shëndetin e zemrës. Zgjimet e shpeshta gjatë natës, ndjesia e ankthit pa arsye të qartë, ose mungesa e pushimit të vërtet janë sinjale që trupi nuk po rigjenerohet siç duhet. Gjumi është momenti kur zemra duhet të qetësohet. Kur kjo nuk ndodh, lodhja akumulohet. Një tjetër sinjal i heshtur është ndjenja e rëndesës ose shqetësimit të lehtë në kreharor. Jo gjithmonë dhimbje, por një presion i lehtë, një ndjesi e çuditshme që vjen dhe shkon. Shumë njerëz e lidhin me tretjen ose lodhjen muskulare, por nuk duhet injoruar nëse përsëritet. Të gjitha këto shenja nuk do të thonë domosdoshmërisht se ka një problem serioz, por ato janë mënyra e trupit për të komunikuar. Edhe zemra, ndryshe nga organet e tjera, nuk toleron neglizhencën për një kohë të gjatë. Lajmi i mirë është se zemra reagon shumë mirë ndaj ndryshimeve pozitive. Pushimi, menaxhimi i stresit, lëvizja e moderuar dhe kujdesi ndaj trupit kanë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e saj. Pyetja më e rëndësishme nuk është nëse këto shenja janë serioze. Pyetja është sa prej tyre i kemi ndjerë dhe i kemi injoruar. Sepse kur zemra flet në heshtje, ajo po kërkon vëmendje. Dhe të dëgjosh trupin në kohë është një formë më të mira të kujdesit për veten.